Tani do të festoj bashkë me vajzat e skuadrës. Qikat e djemë të dy klubeve me të njëjtin emër, Ferizaj, i kanë sjellë mbrëm 2 kupat e Kosovës për të 2 kategoritë në Ferizaj. Trajnerja Arta Ramadani kishte fituar trofe të ndryshëm si lojtare, por mbrëm e ka bërë sefte edhe si trajnere. Vajzat e klubit Ferizaj fituan të hënë mbrëma në Prishtinë finalen e Kupës së Kosovës në ndeshjen kundër ekipit të Skënderajt 3-1 në sete. Atëherë, janë dy shije që realisht janë njëjtin parket, po janë dy shije këtë ndryshme. Për arsye se si lojtare të vetë jenë fushë edhe dhe realisht që ka kime vepru, ndërsa si trenere është pak më azar, është pak më eron. Jemi përgatit shumë me thonë drejten. Prej humbjes që e kemi pasë në 6 kastriot prej dritës, kemi mendu veç për Kupën e Kosovës, edhe realisht këna arrit me mujt ekipet që veç e kemi pasë. Edhe përgatit e kanë qenë tepër të mdoja, pritshmëritë e klubit kanë qenë tepër të mdoja, kemi investu në klub, edhe realisht na u ka shpërblyja ajo që veç e kemi investu. Edhe Butrin Bytyqi kishte fituar trofe si lojtar në parket, por në vitin e parë në krye të klubit të Ferizajt, ja ka dalë të arrëmbej edhe titullin e Kupës së Kosovës, pas fitores 3-1 kundër Dritës së Gjilanit. Kena i si fitus në lojë, se kena ekipën shumë mirë, kena përgatit për këtë kupë, për këtë trofe, edhe arretëm fund që me gëzu kupën edhe me dalë si kampion. Ndështori ka qenë shumë i përgatitën për këtë lojë, janë djemë 3, kanë perspektivë përpara, po na me një përvojë pak më të madhe me disa lojtarë më cilësor, kemi arritë që me përmbyllë rezultatin në favor tonë. Ky ishte suksesi i parë i madh i klubit të femrave të themeluar më 2014. 3 setet janë fituar me epërsi të ngushtë në një ndeshje dramatike. Po, me thonë drejtën, ne na themelu në vitin 2014, mas 2 vite kemi hinë Superligë Kosovës, një kohë jemi kanë Superligë B, edhe vjetë, do më thonë, kemi hinë Superliga. Për neve është madhështore, se kena shkru historitë klubit, se një ekip i Superligës B, edhe me morë Kupën e Kosovës ka ndodhë nduket, në është edhe nga bëj, po e di që do më thonë jena ekipi i parë që kena bëha dhe kena shkru histori, sepse me fillu prej zerës edhe me shku me fitu Kupën është shumë e madhe. Edhe meshkujt fituan 3-1 në sete. Trajneri Butrin Bytyqi ja ka kushtuar këtë triumf babait të ndjer, trajnerit të njohur Ferizajas të volejbollit Isuf Bytyqi. Normal dedikimi mas pari është edhe për prindin, i cili ka qenë disa vjet trajneri i klubit, nuk ka mujt me arrit të rezultate për shkak kushtëve. Tash janë kushtet edhe unë kum trashëgua ato traditën e familjes edhe kemi arrit një sukses që dedikohet familjes, lojtarëve, qytetit, kryesisë gjithë. Të dy trajnerët thonë se tani do të synojnë edhe trofejt e tjerë si titulli kampion dhe Kupa e Federatës.